Samil Ushtaku i bën flex Ramiz Ladrovcit. Pasi që kryetari i Drenasit Ramiz Ladrovci u lajmëru nga Izraeli, vend në të cilin ai pretendon se ka zhvilluar takime të rëndësishme, është lajmëruar edhe kryetari i Skënderajt Samil Ushtaku nga Libia, i cili si të ishte ylli i hip-hopit ka zbarku me private jet në Libi te generali Haftar. Ushtaku ka thënë se ai po qëndron në këtë vend afrikan me ftesën e generalit Feldmarshall Khalifa Belkacem Haftar. Por kush është generali Haftar? Ai është komandant shef i ushtrisë kombëtare libiane, një forcë armatosur që kontrollon pjesën verilindore jugore dhe pjesë të tjera të vendit dhe që mban pushtetin në Libin lindore, duke e kthyer atë në udhëheqës de facto të këtij territori, si dhe një prej figurave qendrore në shtetin i cili për vite me radhë është i përfshirë në luftë civile. Por pyetja legjitime është se kush ka qenë ura lidhëse në mes Samiut dhe Haftarit, e sidomos cili është portofoli i bizneseve që mund të bëjë Ushtaku në këtë vend që është bazen i naftës dhe ka nevojë e mundësi të mëdha në fushën e ndërtimit.